Disa persona, jo të gjithë, shohin në ëndër sikur po fluturojnë. Tani, çfarë nën kuptimi apo çfarë do të thotë të fluturosh në ëndër? Njeriu fluturon në ëndër, gjithë kanë patur eksperjenca. Fluturimi në ëndër është do të thotë ti dëshiron të jesh i lirë. Kjo është një nga simbolizmat. Ti dëshiron të dalësh nga hallet, ti dëshiron të largohesh nga gjendja ku je, dëshiron të shkosh në një vend më të mirë. Në fakt, Guru Prashant Trivedi na ka sqaruar shumë bukur një ditë që fluturimi i sakt nuk është fluturimi, domethënë që me trupin që do fluturosh ose këto shtrigat që fluturojnë me fshes apo diçka ose njerëzit ose kur fluturojnë dhe me avion fluturojnë. Po. Në avion fluturojnë ose dhe zogjë që fluturojnë. Po. Nuk janë të lirë. Pra qoftë zogjë që fluturojnë nuk janë të dalë nga matriksi, janë dhe ato brenda në matriks, si njeriu, qoftë edhe neve kur fluturojmë në avion, përsëri jemi të bllokuar në këtë matriks, djellza. Çfarë është fluturimi ose simbolizma dhe fluturimit në ëndër? Është thjesht dëshira për të dalë nga kjo matriksi. Për të qenë i lirë, për të qenë një qenie e lartë, për të qenë një qenie në botat parajsore më të mira, sepse bota këtu konsiderohet pra si burg matriksor. Fluturimi, sipas dhe Guru Prashant Trivedi, ai fluturon. Kuptimi që fluturimi do të thotë do të kalosh shpejtësinë e dritës, që është limiti i kësaj botësh, ashtu si thotë Einsteini në aspektin e shkencës. Einsteini thotë që nuk ka përcjell kjo gjë, pra është e vështirë. Ai thotë që është e pamundur, po në fakt është e mundur dhe realizohet nëpërmjet ADN-s tënde. Tani fluturimi i sakt dhe njerëzit që të paktën të fluturojnë këtu ku jemi, si mund të fluturojmë? Fluturimi quhet fluturim koherent, nëse ti fluturon në kuptimin që ti përballon çdo situatë e jetës, ti e përballon ato, fluturon mbi të. Nëse ti e drejton jetën tënde në mënyrë që ti të evoluosh, atëherë ti je duke fluturuar. Fluturon me këto gjëra që kemi në këtë botë dhe pastaj mund të kesh akoma më shumë dituri për të fluturuar në botët më të larta të ekzistencës, që do të dalësh nga matriksi. Ajo që do të thoja unë, kemi në mitologji kemi atë që quhet Garud, një qenie që është shqiponja multiversale, që në fakt dhe flamuri jonë kemi. Shqiponjën, ai fluturon në kuptimin që është i lirë. Pse unë tani nuk po fluturoj më në ëndër? Nuk po si dikur. Kur vibracionet na ulen, nuk fluturojmë më në ëndër. Jeta, vështirësitë, pengesat të bëjnë që mos fluturosh më, se një sinjal nga universi që ke humbur vibrimet e larta. Duhet ti risjellësh përsëri.